por ka bërë në fakt vetëm për parim të kufizuar. Nisja e dialogut të strukturuar për cilën ne kemi punuar së bashku me Universitetin e Tiranës dhe Këshillin e Europës, si edhe me qeverinë, pra ky dialog i strukturuar ndërmjet institucioneve shqiptarëve dhe aktorëve të medias ka qenë në zhvillim pozitiv, shpifja ende nuk është dekriminalizuar dhe nevojitën për përpjekje të mëtejshme për të forcuar pavarësinë dhe pluralizmin e mediave, për të siguruar sigurinë e gazetarëve dhe për të përmirësuar kushtet e tyre të punës. Ne i kemi diskutuar në detaj dhe me ullësi të gjitha këto rekomandime me autoritetet përkatëse në kuadër të negociatave të antarësimit dhe tashmë i bëjmë thirrje Shqipërisë të arrijë përparim të dukshëm në përpushjen e piketave të përkohshme gjatë javëve në vijim në mënyrë që ky afat ambicioz të mbetet në rrugën e duhur dhe në mbyllje dhe ju kërkoj ndjes që e zjata kaq shumë dëshiroj ta mbyll me një rekomandim të shëndetshme në kuvent. E them këtë sepse siç e thekson edhe raporti, antarësimi në BE është një projekt gjithëshoqëror, pasi përfaqëson një zgjedhje për një model shoqëror të bazuar në të drejtat themelore dhe vlera demokratike, të cilat do duhet të përqafojë aktivisht çdo vend, duke përcaktuar kështu të ardhmen e vet. Dhe ky projekt duhet të zotërohet jo vetëm nga qeveria, por edhe nga opozita, qytetarët, shoqëria civile dhe komunitetet vendore. Pra të gjithë kanë rolin e tyre për të luajtur. Dhe për këtë arsye duhet të ketë edhe legjitimitet demokratik dhe konsensus në të gjithë shoqërinë. Mbi 90% e popullsisë shqiptare dëshiron ta shohë Shqipërinë vendatar të BE-s. Qeveria shqiptare dhe institucionet e saj duhet të përgjigjen kësaj pritshmërie. Bashkimi Evropian dhe delegacioni i saj në Shqipëri, të cilët kam nderin të shërbej, do të vazhdojnë të qëndrojnë krah për krah në këtë rrugtim për ta mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj dhe presim me kërshëri vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë dhe me institucionet e tjera dhe edhe një herë ndjes që u zgjata kaq shumë në fjalën time.